Unë kam parë këtë që kur kam përdorur këta sapunët e mirë, që nuk e di nëse ti do lejosh ti përmend me, po besoj s'ka rëndësi se do duket sikur. E din gjithë sigurisht. Jo Dovere, Palmolive, ku e diun jo Duru. Këto janë sapunë që shkaktojnë kancer. Kancer lëkure, është e frikshme. Është e frikshme. Ndërsa kur kemi përdorur këta sapunë të tjerë, lajnë mirë, lëkura nuk ka sëmundje të ndryshme, mbahet higjiena e shkëlqyer, sidomos tani me Covidin që këta do hedhin një virus të rrezikshëm. Edhe ky virus si hantavirusi, se duhet ta cekë pak më lart, por do të shkëputja. Ti mendon se ky virus erdhi kote? Gjithandej. Si mendon ti? Unë mendoj që jo. Mendja ime, jo se mendja e përçarturi, po doli një lajm atje nga Australia që nja 200-300 flakon me viruse u zhdukën, si u zhdukën? Pas ka protokoll sigurie atje? Ka protokoll sigurie një shtet si Shqipëria, jo Australia, që është superfuqi e oqeanisë atje. Ishte qëllimshëm pra. Nuk u eci me Covidin. Tani do ta bëjnë me hantavirusin. Për hantavirusin Pfizer i ka punuar që në vitin 2022 dhe vetë ky lloj virusi, nga informacionet që un kam paktën, është derivat, është prejardhje, është pasojë e këtyre vaksinave që kanë bërë këta. Vazhdimi. Vazhdimi. Është vazhdimi. Por higjenë mirë, ushqime të mira, të gatuara mirë, të ngrënë të shëndetshëm, larja e enëve mirë, higjiena dhe mundësisht të mos përdoren shumë këto kimikatet për larjen e çimentove me ujë. Me ujë. Nuk ka gjë më të mirë se sa ujë. Ujë. Thjesht ujë. Të vijë era oksigjen. Ku ka oksigjen, oksigjeni i vret viruset. Frikshme. Në çfarë vendesh është përhapur deri tani ky hantavirusi? Po bëhet një propagandë e madhe mediatike. Shiko, ky me sa po në botë po njëta skem si me koronavirusin. Ta po përhapin një herë në. Ka ardhur në Itali, pritet vi në Shqipëri. Ky është shef media. Ta po përhapin një, po bëhet situata serioze po rëndohet në Britani të Madhe edhe në Amerikë. Këta po na përgatitin për mbylljen e dytë të botës. Këto do ta mbyllin botën, rishtas, do të rikthehemi. Po, ajsa, uroj ta kem gabim. Dhe nëse s'del them, më falni që u gënjeva do të them njerëzve, po s'besoj, s'ma do mendja, se këto janë thënë shumë vite përpara që njerëzit do fillojnë përsëri të punojnë nga shtëpia, bën karantinë prapë. Përsëri. Po nuk e lën këta se u eci ajo punë. Ti po ecim me luftën, ti po ecim me digitalizimin, ti po ecim me këto pandemitë, me viruset, me gjërat që po krijojnë. Me sa fronte po luajnë këto? Këta luajnë me të gjitha mënyrat e mundshme, vetëm e vetëm për ta shpopulluar njerëzimin. Vetëm. Nuk u doli me vaksinat, me viruset, nuk u doli me viruset. Me luftë. Ke për të parë shumë shpesh çfarë ndodh në Europë sidomos. S'ka marrë kjo lufta? Jo. Nuk u bë kjo paqe. Ky është vetëm fillimi. Armpushimi. Kriza ushqimore, jo më kote bën këta, ngushtisën e Ormuzit. Që ndodh e mbyllën e hapën prap, e mbyllën prap. Pse? Sepse nga ato vende atje del një lloj lënde që përdoret në këto frigoriferet e mëdhenj dhe po kërcënohet Britania e Madhe, krizurie, nga kriza e urisë kërcënohet gjithë Europa. I janë shitur interesat e Europës me kohë. Pse? E ke dëgjuar një lajme që thonë që gjithë industria e Europës ka vajtur në Indi? Shmar. Shumë pak kanë lënë këtu. Pse? Sepse nuk kanë më interes të mbajnë europian. Një europian mund të marrë 40-50 euro dita, po një punëtor kinez merr 5 euro. Pra, 50 euro do një punëtor europian, me aq ata paguajnë 10 punëtor atje. Pra 1 me 10. Po ta shohësh edhe në Shqipëri, ke shumë Filipinas, Indian, Bangladeshës. Se këta e bëjnë për tjetër gjë atë punë. Këta e bëjnë sepse duan të ruajnë tregun ose ato çmime që duan këta. Këta kanë vendosur që të mos japin më para më shumë. Kanë vendosur që shqiptarët t'i përzen, sepse këta u shërbejnë platformës së Çubri Loviçit. Çubri Loviçi ka thënë këtë që të mos duket si vrasje organizuar shtetërore, sikur i kanë bërë serbët të punë. Atëherë të vëmë në krye të politikës njerëzit tanë, të cilët do zbatojnë planet tona. Dhe janë këta që do t'i përzën shqiptarët. Edhe ashtu po ndodh. Dhe këta duan ta mbajnë atë fitimin se janë të pangopur, të paepur, plus dhe një lloj ekonomie që e bën vetë këta këtu. E çuan vetë sepse Shqipëria me mundësitë që ka mund të ishte një shtet shumë i nderuar në Ballkan. Edhe më gjerë, edhe i kanë bërë vetë to punë, e mbajnë rrogën sa duan këta.
çmimet sa duan këta, me qëllim që të vinë ata nga Bangladeshi, lind pyetja pse do vinë këta Bangladeshi, India, Filipinat.